Ajo mbart në kokë një çift sysh të përbëra, një çift antenash, tentakulash të gjata që shfaqen më shumë tek meshkujt sesa tek femrat. Dhe një feçkë të gjatë, të përshtatshme për shpim dhe thithje si një gjilpër. Kur mushkonja shpon lëkurën, sekreton një lëng që pengon koagulimin e gjakut dhe kështu lehtësohet thithja e këtij lëngu. Kjo është një mrekulli prej mrekullive që Allahu e ka përmend pra në Kur'anin famlart. E ata që nuk besuan thonë çka dëshiron Allahu me këtë shembull të mushkonjës. Sigurisht se një gjë e tillë është bërë për t'ju treguar njerëzve se me gjithë trupin e saj të vogël, krijueshmëria e saj është shumë e madhe. Është vështruar mushkonja me mikroskop elektrik që e zmadhon objektin 400.000 herë dhe u zbulua në kokën e saj ka 100 sy. Pesha e saj është 0.001 gram, në gojën e saj 48 dhëmbë, në gjoksin e saj ka 3 zemra, zemrën qendrore dhe nga një zemër në çdo krah të saj dhe në çdo zemër të saj ka 2 barkushe dhe 2 valvula kardiake. Mushkonja në theqkën thithëse të saj ka 6 prerse. 4 prej tyre shërbejnë për të hapur një plag në formë katrore, ndërsa 2 prerse të tjera shërbejnë për të formuar një tub thithëse për gjakun. Ka 3 krah në secilin anë dhe është gjithashtu e pajisur me një pajisje infratkuqe që e shel lëkurën e njeriu në errësirë në ngjyrë vjollce si dhe pajisje ushtarake për shikimin e natës. Ka një aparat anestezie lokale i cili ndihmon ta ngulë gjilpërën e saj